është për shembull, është gjubleta që ka vesh Tinga Kurti, është origjinale, që e ka përdor. Këtu janë shifet komplet përpara, ndërsa kjo është hyrja në skenë, në teatr, pra njerëzit vinë edhe shkojnë. Pra, ky është një hall i teatrit, cilin të është bërë shtëpi, absolutisht, absolutisht. Është e kuptueshme. Absolutisht. Jozef në teatrin Migjeni. Mirë se erdhët. Mirë se gjeta. Mirë se erdhët në shtëpinë time, sepse unë vërtet punoj këtu, por ju e dini që godina e teatrit kthehet edhe një shtëpi e dytë për çdo artist, çdo aktor, çdo regjisor edhe muzikant. Fillimisht dua të të falenderoj që pranove ti është me Denadën sot në YouTube dhe dua të të pyes për shumë gjëra, por do përpiqem të jem edhe, po themi, koncize në ato që do të pyes. Si lindi ideja që ti je aktor? Kur e kuptove që ishte kjo rruga që ti doje të ndiqje? Në fakt, si ide e kam pak a shumë të sakt faktin kur me ka lindur, ka qenë diku rreth vitit, fundit vitit 2, fillimi vitit 3 shkollës mesme, në atë kohë e kishim 4 vite në shkollën e mesme. Pra filloj gjithçka me këto teatro të shkollave, keni parasysh siç bëheshin atëherë dhe bën sot. Edhe aty filloj u përfshiva normalisht sepse gjithmonë kam pas një pëlqim ndaj anës letërsisë, domethënë nuk kam qenë kështu nga shkencat eksakte. Aty filloi ideja me një projekt, 2 projekte me këto shkollat, edhe pastaj me lindi dëshira e madhe për të pasur që po më pëlqejte, po më ngjitte si gjë. Edhe mandej na vendosa që të shkoja në Akademinë e Arteve, pra të konkurroja. Për fat të mirë fitova, sepse dhe gjithçka evoloj. Si është të vishesh nga një personazh në një personazh tjetër? Kemi parë kur thua preferoj letërsinë, letërsia kjo është, pra ti mbyll një libër dhe hap një tjetër, takon një personazh dhe takon një tjetër. Po si është ta veshësh personazhin dhe të kalosh pastaj nga një personazhin tjetër? Çfarë humb dhe çfarë fiton nga Jozefi? Kam përshtypjen që ju sapo thatë me këtë që thatë, sapo thatë të bukurën e aktorlekut, e faktit aktor, domethënë kjo është pak a shumë thelbi, të veshësh diçka një personazh tjetër, të cilën ti fillimisht e merr të shkruar, pra teksti dramatik që të vjen në dorë, dhe ato fjalë ti i mishëron, i nxjerr nga goja jote, nga trupi jot, pra nga instrumenti që është trupi dhe nga zemra, shpirti. Sigurisht është një gjë e thënë kështu, për shembull, po ta dëgjoj dikush që nuk di se çfarë është teatri, thotë çfarë po flasin për një absurditet. Ndërkohë që është një gjë shumë konkrete, njerëzit, publiku pikërisht për këtë gjë vjen në teatr, vjen që të shoh ty komplet të transformuar, pra jashtë Jozefin jo siç e njohin për shembull shoqëria ose dikush tjetër, ose siç mund të më shohin për diçmëri në rrugë, por të shohin dikun tjetër. Edhe ta them, edhe për mua që luaj në skenë, është i habitshëm fakti që shoh njerëz të cilët vinë në teatr, e dinë se kanë ardhur në një vend që nuk është i vërtet, pra është gjithçka është një lojë, dhe kur i shoh fytyrat e njerëzve dhe sytë e njerëzve këtu në këtë sallë, që të shohin, çajin, qeshin, emocionohen, edhe them ndonjëherë me vete, mirë, po unë po bëj për demek, nëse unë jam për demek, ato e kanë me shumë vërtet besimin tek unë. Aristoteli mos gaboj thotë që ndodh një katarsis nëpërmjet personazhit. Pikërisht, dhe ky është fiks katarsisi, ose të themi ajo amfora, ajo kur bashkohet personazhi me publikun, kjo lidhje e madhe dashurie, të themi, midis artistit, skenik, aktorit edhe publikut. Shoh që bën shumë zhurmë kur ndodh rasti filmave që janë me one shot, si metodologji. Ndërkohë teatri është one shot. Ti nuk ke një mundësi të dytë për të lënë një impresion të një roli të parë. Sa është e vështirë, po sa është dhe e bukur ky element? Kam përshtypjen që
nuk du të them aktori i mirë, sepse por aktori i vërtet dëshiren më të madhe, atë kënaqësinë më të madhe e shef në teatr. Dhe pak më pak në film. Pse e them këtë? Sepse teatri është gjithçka live. Lind dhe vdes mrena një orë e gjys. Pra, ne punojmë 1 muj, 2 muj me një shfaqje, prova për ditë, e njëjti tekst, e njëjta batut që përsëritet në 2000 forma të ndryshme, edhe për çfarë? Për 1 orë, x datë kur është caktuar premiera, njerëzit atë ditë vinë të shohin, edhe është me të vërtetë, si thojnë italian, një mesa in scena, pra një event në skenë, është gjithçka një ceremonial, të themi. Vërtet është një ceremonial, pra njerëzit vinë, pagojnë biletën, lënë punët e veta. Edhe e gjitha kjo është kënaqësia e teatrit live. Edhe për këtë, them unë, teatri është ajo formë arti e cila nuk do vdes dhe nuk do zhduket kurrë. Sepse për sa kohë ka njerëz të cilët kërkojnë emocione, për atë kohë do ketë edhe teatr që do i shfaq dhe do i jap këto emocione njerëzve. Pak javë më parë, pata fatin, e konsideroj të tillë të udhtoja drejt Napolit, ku isha në një nga teatrët, ose në teatrin më të vjetër botës. Dhe në një qytet si Napoli, sa historik, po dhe me të gjitha historik që ai gëshëton. Dhe impresioni, kam qenë në teatro, në sallat të ndryshme, por impresioni që i pata në atë sallë ishte disi e papërshkrueshme. Është një emocion që nuk ta jep kinemaja, siç the ti, nuk ta jep një vend ku luhet sport, pavarësisht se sporti ka edhe ajo dashurinë e vet. Si është të hysh në një teatro dhe të përjetosh një ndjenjë qoftë vetëm nga salla, pa u hapur dhe mbyllur perdet. Se ky vend është një magji për ta prekur. Unë jo më larg se në diçka rreth shtatorit, tetorit, pak muaj më parë, domethënë, kam qenë në Pompej, në Napoli, në Pompej, i cili është një amfiteatër shumë i bukur aty, dhe kam parë një shfaqje. Në fakt të regjisorit të cilin ne punojmë këtu në teatr. Pra, me që ma përmend Napolin, sepse unë shkoj shumë shpesh dhe njoh shumë atë qytet që e du shumë, është për mua një ndër vendet më të bukura në Itali. Edhe e majnë mend si sot kur pata shku, më përpara kisha shku si vetëm e kisha pa, ndërsa këtë herë isha edhe duke pa një shfaqje. Më kujtohet si sot. Ai është amfiteatër, unë isha i ulur këtu në qendër, e kisha biletën, diku nga mesi, pra sipër, edhe shifsha përpara, shihja komplet shfaqjen aktorët. Edhe përballë duke, sa ajo është një kodër, kuptohet, përballë duhej komplet qyteti i Napolit që shtrohej përpara. Në ballë shihej edhe Vezuvi, një magji yjet, një magji që s'dit ju a përshkruaj, ju betohem. Pra po flas për një për teatrin e hapur, amfiteatrin, siç e dini se kështu ka lind. Pastaj u mbyll teatri, u strehua të themi. Pra imagjinoni tash një shfaqje, qyteti i Napoli që shihet në sfond, çfarë magjie, çfarë mrekullie. Për më tepër un kam luajt vetë në Butrint, në kohën kur bëhej Festivali Butrintit, që fatkeqësisht nuk bëhet më, një dramë e madhe për kulturën shqiptare, por shpresoj të rikthehet. Kam luajt vetë në Butrint, një skenë magjishme, një mrekulli, domethënë ti shkon edhe futesh në atë skenë edhe vërtet ndjen veten Zot, vërtet ta them. Futesh në një atmosferë, Zotja ti vendi, Zotja saj atmosfere fantastike që të krijon, du të them, për më tepër pastaj kam luajtur edhe në shumë teatro tjera gjithanej nëpër Europë, edhe çdo vend, çdo teatr, unë nuk kam pa 2 teatro njësoj. Një pyetje të fundit, se ne në fund të ditës shqiptar jemi dhe kurioziteti do na vras ndonjë ditë. Absolutisht. Sa e vështirë është të jesh aktor në raporte miqësore, dashurore? Se ke parasysh ti vesh një sër personazhesh dhe pastaj dikush që të duhet përballë ty si mik apo
si njeri që duhet krijojë një raport, ka frikën gjithmonë se me cilin personazh po takohet. A e ndjen ti në jetën tënde të përditshme? Nuk je e para që po më thua këtë. Ju jeni në këtë rast gazetare që më pyesni, por mu kjo më ka ndodhur edhe nga njerëz që i kam pas përballë në sensin personal. Është një gjë që s'm pëlqen me të thënë drejtën, se kur më thoshin, domethënë batutat që më thoshin, fjalia që më thonin ju aktorët a gënjeni edhe një jetë, domethënë është batuta ju lutem njerëz mos ja thoni një aktori këtë gjë, sepse nuk do i vi mirë, absolutisht, siç nuk më vinte mu mirë. A dim pse e them këtë nuk më vjen mirë, në sensin që vërtet aktori është në skenë, ka një jetë të dytë, një jetë të disat, por kur vjen puna ne jemi njerëz. Edhe artista. Edhe e bukura është, sepse kjo që thash, kjo fjali ka edhe anën tjetër. Është mitizimi që i bën publiku atij aktori i cili lunske. Pra, edhe ai është, po ta mendojmë ose po ta marrim në sensin ka aktor të mëdhenj, ne kujtojmë, edhe ato janë njerëz, edhe ato kanë halle, edhe ato dashurojnë, edhe ato i lën, po themi ne, gruaja e dashura, njëkohësisht edhe ato lanë, edhe ato kanë probleme, po themi shëndetësore, si çdo njeri tjetër, ndërsa ne, po ta mendojmë ne, ato na duken si jashtëtoksor, sepse krijojmë një imazh të tillë. Edhe Jack Nicholson thot një gjë të bukur, thot që aktori duhet jetë shumë aq i rezervuar në anën jetësore personale, sepse publiku duhet vazhdojë edhe të rrijë me aureolën e roleve të tija, jo me anën personale, sepse pastaj në anën personale je një njeri si gjithë tjerët. Faleminderit për gjitha fjalët e sinqerta.